Mirëmbrëma, kemi një situatë politike e cila në fakt edhe nuk mund të quhet fort e ndezur, përjashton një protestë e cila u bë përpara kryeministrisë ku pati Molotovët. Nuk e di pse futen gjithmonë në regji këto Molotovët, nuk e di çfarë i thonë, duan të tregojnë që jemi të egër, jemi të gatshëm. Një institucion ose ulmohet e merret ose pastaj vetëm mund të hedhësh farulla, po ta gjuash me Molotove të ikësh. Më duket pak e çuditshme, gjithsesi kjo është strategjia e Partisë Demokratike. Unë dua të diskutoj për gjithë këtë, por edhe për situatat ku kemi shtyrjen e heqjes e diskutimit të mandatit të Belinda Ballukut, dua të diskutoj me një njohës të mirë të Partisë Demokratike dhe politikës shqiptare, zotin Fatmar Kadilli. Bardh, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Protesta e radhës e Partisë Demokratike, madje një funksionar i saj, deputet, ka deklaruar që herën tjetër nuk do ta lëshojmë bulevardin, do qëndrojmë aty. Si të duket si strategji? Protesta është një gjuhë politike. Unë gjithmonë e kam parë protestën si gjuhë politike, si një mjet për të komunikuar politikisht. Sa kohë është një protestë që lind nga një forcë politike. Një protestë që lind nga qytetari, ajo nuk është gjuhë politike, ajo është nevojë për ta shkundur politikën, për ta ndryshuar qeverinë, opozitën e diçka tjetër. Por sa kohë kemi protestë që lind nga një forcë politike, kjo është mënyra se si kjo forcë ka zgjedhur të komunikojë. Dhe me kë komunikon? Komunikon me të vetët, komunikon me pjesën jashtë vetes dhe komunikon me pushtetin, komunikon dhe me ndërkombëtarët. Ajo që realizon historikisht kultura, formimi politik i Sali Berishës është që kundërshtari duhet godit fort, pavarësisht se nuk ka rezultat goditja, por është një gjuhë komunikimi me të vetët. Dhe prandaj po të dëgjoni se ai deklarim që u that nga një deputet, nuk e di kush ka qenë, ti dëgjon gjithmonë pas çdo proteste. Herën tjetër do jemi aty dhe nuk shkulemi që. Pra, kur ti ndërton rrëfimin që Rama nuk mundet me vota sepse i vjedh votat. Rama mundet me përmbysje. Përmbysja nuk mund të vijë nga aty. Dhe këtu kjo është një lëvizje e dështuar. Në raportin, pra në komunikimin me shtresën në mes, që nuk është PD, as elektorati ngulitur i PD-s, por është pjesa që do një zgjidhje. Që është në opozitë, ndoshta po do një zgjidhje. Këta nuk gjejnë zgjidhje për kjo, se e dinë që nuk vjen zgjidhja në qoftë se një parti hedh Molotov, por qoftë edhe duke e marrë godinën. Se unë mbaj mend të kemi marrë një godinën në 98-ën, e mbajtëm ca orë, pastaj ikëm. Sepse nuk është marrja e godinës, marrja e pushtetit. Shtetin fundit është një cop letër dhe një vulë që e ka dikush. Edhe ai akti ynë i pavarësisht një cop letër me ca firma, ajo dhe të gjitha firmosur është. Aty kemi nisur. E tillë shteti. Atëherë, me pushtetin nuk ke sukses, me të mesnit nuk ke sukses, qëllimi është kariko të tut, energjizoj të tut, të rinë pranë teje, të pranojnë për lider, të mendojnë që vetëm ti mbase ja del, dhe të japësh një mesazh ndërkombëtarëve botës që në Shqipëri gjërat nuk janë mirë, ka një opozitë që po lufton me shpirt në përdhëm për sukses. Dhe për të drejtat e vet. Në këto të dyja, natyrisht ka një sukses. Relativ, duhet mapur. Por numrat e protestës tregojnë që edhe të vetët nuk janë më dakord. Unë jam marrë vetë në organizime protestës. E di që pak a shumë në nivelin maksimal e i shesh në zemi disë 15.000, po e që 25.000 maksimumi. Në këtë rast, nuk ishëm shumë se 3-4.000 vetëm. Dhe në qoftë se Partia Demokratike që numëron vetëm antar të vetë në lista, në Tiranë, paretër, ka 22.000 antarë me letra. Dhe nuk arrin të nxjerrë antarët e vetë aty. Së shefën të gjithë. Po as gjysmën e tyre. Ky është një tregues që gjuha e komunikimit që ka zgjedhur lidershipi politik me të vetët nuk po funksionon. Gjuha politike me ndërkombëtarët ka një efekt sepse mediat e Molotovin, po mos edhe Molotov nuk i marrin mediat ndërkombëtare. Dhe Molotovi është për ato. E
kanë marrë mediat ndërkombëtare, se sa efekt ka kjo ke institucionet ndërkombëtare, kjo mbetet për të matur. Nuk them dot që nuk ka, por nuk besoj se përcakton ndryshimin e gjërave, sepse kuriozitetin e institucioneve ndërkombëtare që lind nga këto lloj raportimesh në media do përmbush në një raport që thon kush e bëri protestën? Partia Demokratike. Kishte popull? Jo. Çfarë ishin kërkesat? Ikti nga karike se do të vijun karike. Këtu mbaron historia. Po Molotovi bën përshtypje. Po patjetër se ty me flakë është skenë, është vizualizim. Është si film action. Një film action nuk të vjen në gjumë. Mund të trembit lej pa gjumë, por nuk të vjen në gjumë. Një film francez me narrativ, me planet gjata, mbase të pëlqen po ta kuptosh, mbase të vjen në gjumë që se kupton. Fatbardh, thatë që kujt i drejtohesh. Qeveria e ka situatën në dorë s'ke çaj drejtohesh, s'ke çaj thua. E di që ta ka prur ngushtë qeveria, ta ka marrë shpirtin, të ka mbledhur, po e di, nuk ashtu. Ndërkombëtarëve edhe nuk ma mendja se nëse e merr media, nuk ma mendja që shqetësohet populli francez ose italian ose shqetësohet qeveria italiane se mos i vjen vala e refugjatëve, por edhe qeveria italiane ka antenat e veta këtu që e merr informacionin dhe pra nuk shqetësohen as ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët kam parasysh që e dinë edhe kush po i bën protestat, kush është përfaqësuesi i tyre. Gjithashtu the që po i drejtohesh popullit opozitar i cili nuk po të del në demonstrat, nuk po të del në protest. A janë efektive këto protesta? Sepse kam një frikë që historikisht nuk kanë qenë, ka qenë gjithmonë prezantimi një opozite të strukturuar, me objektiva, me program, ajo që ka rrëzuar pushtetin sepse i ka treguar që unë jam më mirë se ty. Për shembull Berisha në 2005 kishte një program, kishte edhe ca yje sepse ti nuk mund të dalësh me gjytyrim, me mitingash atje. Pra kishte ca njerëz që se unë po e provoj së fundmi në për debate, që ata që kanë përballë nuk e kanë idenë si është shteti, si funksionon shteti. Janë të palexuar, përdorin vetëm gjuhën që dëgjojnë në KPD, në çka kanë ata. Pra, ti ke mangësi në prezantimin e këtyre, ndërsa atëherë kishte, në 92-shin kishte, në 2005-ën kishte. Çfarë do të harri ky me këta? Kjo është si, për ta bërë pak më humor, nga fundi dasmave, gjithmonë fillojnë këndojnë të gjithë. Dhe ai që do që të mbajë mikrofonin dhe skenën ai vërtet më shumë se të tjerët. Të tjerët o do t'i shkojnë nga mbrapa, o do largohen. Protesta është një farë mënyre kjo gjë. O do vini protestoni me mua, ose hapni krahun rini në shtëpi tuaj. Pra është dominimi i skenës politike. Dhe për fat keq, kjo kulturë shumë e vjetruar politike e Berishës, vazhdon të jetë ushqimi vetëm politik për ata që rinë rrotull ti, dhe pyetje që unë i bëj shpesh kolegëve të mi që akoma janë atje, të sigurt që kanë gjetur shënjestrën po pa lese kur do t'ja këpusin kokën, i thëm çfarë fitoni? Populli nuk po ju mbështet, të shohim deri kur. Pra ne rim atje, zëm shtegun, dhe ndoshta populli në një ditë i mërzitur do vike nesër s'ka po të shkojë. Pra nuk është zgjidhje për popullin, është një zgjidhje për pushtetin dhe autoritetin publik të opozitarit. Pra kur ti bën listën e opozitarëve, këta të protestës janë numri 1 patjetër. Për fat keq këtë kulturë të vjetruar politike, që sprovon as si gjë të re, po e kopjojnë në mënyrë qesharake dhe këto partitë e vogla. Dhe ai tjetri zë qoshen aty me një karike dhe thotë unë po bëj protestë, sepse dhe ai do të këndoj, ta kapi dhe ai njerë mikrofonin. Dhe ai tjetri e bën ke parlamenti, dhe ai tjetri e bën diku tjetër, sepse e kanë kuptuar që kjo vegël politike të rreq vëmendjen. Është si puna Molotovëve, të rreq vëmendjen. Kush po bën protestë? Ngjarje është protesta. U e bëri si e bëri, ato shtohen, as do shtohen. Por në thelb opozita
nuk është protestë. Opozita, në qoftë se kuptojnë misionin e tyre ata që përcaktohen deri në opozitë, misioni i një opozitari është të jetë alternativë, sepse pushteti është atje, me të gjitha veglat e mira dhe të këqija, të lishme dhe të paligjshme, është atje. Populli e ka përballë pushtetin. Atë pushtet që e josht apo e gëdët. Populli në vend të këtij duhet të shohë një alternativë që t'i thotë tjetrit ikti se do vi dikush tjetër. Po në qoftë se alternativë nuk ka, alternativë është vetëm protesta, populli thotë po le të rikë që është. Po kokën hëngërshin dhe ke fundi të thotë. Pra kjo është një lojë mes politikës, është një ndeshje që popullit nuk i intereson. Sepse këta që protestojnë kanë qenë kryeministër dhe ministra. Populli këta e ka parë, i kishte në pushtet, i hoqi. Do të jetë penduar populli valla. Fakti që mas 13 vjetësh nuk të vjen nga mbrapa, do të thotë që jo s'është penduar, po i ke mbirë si qimja në sy. E bën për veten tënde, bëje. Por nuk je opozit, je kundërshtar i Ramës, po je kundërshtar i Ramës. Se të ka marrë zyrën dhe do t'i marrësh zyrën. Po nuk je opozitar i Ramës, sepse nuk je alternativë përballë Ramës. Nuk bëhet gara midis ai po bën gjëra që ne si kemi bërë ndonjëherë. Se ky është argumenti që bisedojnë rëndom krerët e PD-s. Jo, këto si kemi bërë ndonjëherë. Ose janë sa edhe më mirë kuptues se thon kemi bërë, po jo si ky. Po jo, ky ka luajtur kufirin. Cilin kufi? Kush e vendos të kufit? Kufin e korrupsionit. Po në qoftë se ai ka fyker rekordin e korrupsionit, ti ke qenë në garë me të për korrupsion, ke dalë i dyti. Për këtë duhet të zgjedhin shqiptarët aty se ti je i dyti. Ti nuk je 9 muaj me bar, po ti je 6 muaj me bar. Po dhe ti do pjellish korrupsionin tënd. Se je mbarsur me korrupsion, se je mbarsur me abuzim shtetëror, se je mbarsur me pafësi dhe dështime, një lloj si ai, pa i pasë më këmbëvaja. Nuk është ky dallimi. Si alternativë. Alternativë do të thotë që të dallosh aq qartë nga pushteti, sa që dallon plusi me minusin. Sa që dallon veriu dhe jugu, lindja perëndimi. Nuk mundet ti të jesh një çik si ai, po një çik më pak se sa ai. Dhe të thuash unë jam alternativa. Jo, do të jesh e kundërta. Rama nuk mundet më të ngjashmit atë. Pushteti nuk rrëzohet nga ish pushteti. Pushteti rrëzohet nga një alternativë re, nga një pushtet i ri. Dhe sa kohë nuk e prodhojmë të, protesto sa duash, aty do rritë. Vardi, ka një diçka, Berisha dele thot për shembull, do t'ju japim 1.000 euro për fëmijën e parë, 2.000 për fëmijën e dytë, 3.000 do t'ju mbështesim gjatë gjithë derisa ai të bëhet 18 vjeç. Një shifër e pa me shifra, domethënë që besoj që nuk i ka konsultuar me njeri. E megjithatë, ja e thot këtë alternativë, pse nuk është i besueshëm ky njeri? Ndikon e shkuara e tij apo shifrat që këput? Një nga temat ose tezat që unë kam në manifestin tim politik se si ngrihet opozita dhe PD-ja, ka qenë eksaktësisht kjo. Ne vazhdojmë dhe trajtojmë individin votues, qytetarin, si qenie tërësisht materiale. Dhe bëjmë garë kush i jep më shumë. Rama thot do rritet 6% pensioni, do indeksohet rroga pensioni, pra i bën ofertën e vet, dhe ky tjetri do bën ofertën e vet. Harrojnë thelbin. Individi nuk është një qenie vetëm materiale. Sepse që të dy vinë nga kulturë komuniste. Ku njeriu është materialist, nuk mund të jetë një qenie me besime, me vlera, me qëndrime të veta etike, me preferenca emocionale. Qofshin dhe origjine, folklori, çfarë të duash, po është pjesë e saj. Dhe njeriu kur voton edhe mbi këto. Ju i dukesh i shtruar apo i harbuar? Madje është më tepër emocional në fund të drejtën. Apo i pamenaxhueshëm. Këtë nuk e llogarit Berisha, se vjen nga kulturë komplet komuniste. Edhe Rama njëjta gjë. Pastaj, se flasim për blerje votash, se më hapi një temë shumë interesante. Ne nuk mund ta trajtojmë i kthejmë edhe një tezës individin si individ biologjik me nevoja materiale. Ne do ta trajtojmë individin shqiptar si një individ me angazhim politik, interesa shoqërore, kulturore e të gjitha me radhë. Po nuk u drejtuam me këtë gjuhë, ne nuk kemi asnjë shans. Por po t'i kthehemi ofertave materiale,
po pse nuk që nga blerje votash kjo? Më votoni mua se do t'ja bëj rrogën 1000. Blerje votash kjo, me buxhetin e shtetit, pse ku i gjetet ti, mër zotri? Qoftë ai tjetri që thot, me që më keni votuar, unë do t'ja uris kaq apo aq. Pra është kulturë tërësisht klientelizmi. E shohin votuesin si klientin e radhës. Kanë hapur dyqanin e politikës dhe thot, cigaret e mia janë më të mira se cigaret e atij tjetrit. Jo, nuk është kështu politika. Kjo është politikë e dështuar dhe ka shtëruar e gjithë politika e tranzicionit shqiptar dhe ne sot jemi më keq se çka qenë politika në vitin 89-90. Se në 89-90 kishte shtëruar çdo retorik, çdo narrativ e komunizmit, çdo mundësi për të gjeneruar qoftë edhe një ide minimale për ta mbajtur gjallë komunizmin. Por kishte një gjë tjetër. Kishte shpresë që po të rrëzoi komunizmin do të diçka tjetër. Sot nuk kemi shpresë. Dhe fakti që shqiptarët marrin arratim, tregojnë që ikin se keq trajtohen apo nuk trajtohen drejt nga qeveria dhe nuk kanë shpresë se po erdhi kjo pala tjetër, do të trajtojë mirë. Shqiptarët ikin se shteti i tyre nuk si drejt. Nuk ikin se janë të varfër, se vetë qylyke si bien. Nga 3-4 pumbën torturohen. Po e din që atje kanë një shtet të drejtë që i trajton si njerëz. I trajton si individ me vlera, me besime. Me të drejta. Jo këtu jo. Rroga, ka i çmimin, ai çmimi. Prandaj ka falimentuar politika e tranzicionit në Shqipëri. E vërtet është kjo që thua, që kultura materialiste jona dhe mungesa e shpresës, madje mendoj që një pjesë e madhe e atyre që ikin janë nga pjesa opozitare, sepse ata nuk e shikojnë veten te kjo opozit, nuk kanë shpresë te kjo opozit. Në përgjithësi, shpresa e mban njeriu të suportojë, të duroj edhe vështirësitë, sepse e di që do dalë diku. Mirë, por në këtë moment që opozita është e pa shpresë, ku ti ke një 82 vjeçar i cili në rastin më të mirë do vi në pushtet 85 vjeç, atëherë narrativa është vërtet, domethënë narrativa e opozitës është vërtet dëshpëruese. Dhe kur mendojnë që dhe ata që ka rreth e rrotull, që janë njerëzit që ai vërtet ka besim pa kështu numëror zgjedhaj nga ata që çojnë dorën, atëherë ti thua që shiko, më mirë po gjej shpresën diku tjetër. Dhe unë ndaj me ty këtë mendim, sikurse ndaj mendimin që shteti tek neve është bërë për të torturuar shqiptarët, jo për t'ju dhënë shpresë, domethënë paaftësia në administratë historike e jona. Mangësitë të mërshme që kanë individët që punojnë aty e bëjnë akoma më dëshpëruese situatën, sepse po të jetë ai civil servant, i cili ato 5 gjëra që bën, certifikatën, titullin e pronësisë, konkurimin për t'u futur në punë, do ta bënte si mbas rregulla, mbas njerëzit nuk do ishin kaq të dëshpëruar, po fillon që nga kjo. Plus që kam iden pastaj që një ndarje e shëmtuar e pasurisë që është bërë tek neve, ku një grush njerëzish kanë gjithë pasurinë e vendit, dhe këta nuk janë as të mençur, po këta janë vetëm grabitës, se i pasur është edhe Bill Gates, jo, se kush themun ty ky i testës. Po janë njerëz që kanë shpikur diçka, nuk kanë futur duar në buxhetin e shtetit. Ndërsa këtu të pasurit shqiptar janë vetëm njerëz që fusin duar në buxhetin e shtetit. Nuk janë njerëz që e kanë krijuar pasurinë nga mençuria e tyre, nga zotësia e tyre. Dhe grumbullimi vetëm në këto duar, mendoj që e bën akoma më dëshpëruese situatën, duke qenë një opozitë e cila, e di çfarë po mendoj e bardh, çfarë mund të bëjë opozita përveç se të broshkullisë për demokracinë që s'ja ka haberin vetë demokracisë. Janë AMTP-t që janë lëshuar me ti e vetë pronar, se juve quheni ish pronar, dhe ju ja u kanë prerë që në fillim atë ish pronar, do më thënë qajni pronat, jeni ish, nuk jeni për të marrë prona. Dhe jeni mësuar me këtë pa dalluar atë nuancët e fjalës, sikur ju kanë thënë ish pronar, ju kanë bërë dalje. Okej, ju ka thënë AMTP-t. Dhe dikush është e bukura, që e ka thënë po ky shtet, po nuk e kuptoj, ori, ja ka thënë AMTP-n, pse i nxjerr dhe një tjetër që kjo AMTP duhet bërë certifikat. Dhe ti mund ta bësh si opozit, shumë mirë kushin. E bëre kavalet me DPG-ra aty, me bajga me këtë ligj, po të paktën jepi drejtim, se s'mund ta kthesh më, do jetë luftë civile, po u kthyem më. Luftë civile nuk bëjmë ne xhanë, po.
po s'na shtyu dikush nga jashtë. Atëherë, këto më të pa, ka mundësi t'i kthesh në certifikata me një ligj. Dhe ti të bësh këtë, që këta njerëz t'i kthesh realisht në pronar. Se sot unë mendoj që 90% atyre që kanë AMT nuk kanë certifikata. Sepse ju krijon 100 pengesa. Më thoshte njëri, një hipotekë janë 3 lloje letrash. Është një letër e cila ka një vrim mu të vendi ku ke pasurinë ti. Pastaj, po pagove të nxjerrë një letër tjetër, po e cila është zhvendosur harta nga faktiku, dhe vetëm herën e tretë, mbasi ke paguar herën e tretë, të del tamam prona e vendosur mbi hartë. A ka mundësi ka që gjithë kërkoj opozita? Gjëra të thjeshta, ma unë nuk po them të kërkoj qishra në hell. Do të thënë, nuk e di, a mund të jetë një ide kjo, se sa të rritë kërkoj demokraci, reformë zgjedhore. Kujt po hy në sy reforma zgjedhore? Po, prandaj them që politika ka shtëruar, sepse gjithë të çfarë ndodh, edhe protesta, edhe debatet në parlament, dhe heqja apo jo e imunitetit, dorëzimi i këtij, janë lojra politike, janë garë brenda oborit politikës, prandaj populli i ri jashtë është një ndeshje, është si ta vesh popullin shqiptar sot shofi rugby, që se një fare si sport. Se futbollin që ku e njeh. Po këta janë duke luajtur rugby dhe bëjnë rregullat e tyre dhe harrojnë që ekzistenca e një force politike, ekzistenca e aksionit politik dhe institucionet të fundit politike është për t'i shërbyer këtyre njerëzve. Dhe është e vjetër që ka filluar politika që ne dimë nga historitë antike, nga historitë e vjetra, është një raport me qytetarin. Dhe fjala politike është nga polis, nga qytet. Është raporti i qytetarëve me veten. Ju e thatë me drejtë që gjithmonë qeveria në Shqipëri ka qenë armike e qytetarit. E kemi pasur o pushtim o diktaturë. Dhe tani një tollovit madhe, një inerci të madhe. Dhe në vazhdon një tranzicion që nuk arrim dot të bëjmë elementet bazë. Çfarë është shteti? Janë disa regjistra. Është regjistri pronës, ne nuk e bëjmë dot. Është regjistri bizneseve, e bëjmë po si kontrollojmë dot. Është regjistri i individit, civili etj. Këto gjëra do duhet ishin zgjidhur sot. Është uji, janë kanalizimet. Kaq, mendoj. Uji dhe kanalizimet. Por shumë e thjesht, një infrastrukturë etike. Njerëzit pasaj kanë bërë derman vetë, gjenë vetë zgjidhjen e vetës. Dhe ju përmendët çështjen e pronësimit, pra ligjshmërisë së pronës. Nuk ka gjë që e vret më tepër iniciativën e lirë, biznesin, po dhe raportet njerëzore, se sa paqartësia e pronës. Dhe shteti që ma mori mua pronën, në vitet 45 e mbrapa, më kërkonte mua që të shkoja të vërtetoja që isha unë, ku në zyrat e shtetit. Që ma kishte marrë shteti mua pronën, duhet të jetë dokumentat që shteti kishte vetë, pra i kishte vetë, unë duhet i mblidhja këto të gjitha, që unë jam unë, që mua ma more tokën, dhe tani unë duhet të bim ty që të ma kthesh prap tokën, ose më japish reparacionin e parashkruar nga ligji. Sa mos siç e ke vendimin, ja more gjyshit tim, ktheja ati se e gjej vetëm me kushurinë se si e ndajnë. Ja more babai tim, ktheje se zgjidhun me motrën time, se si e ndaj. Ktheje më në emrin ati, shko regjistrohen problem. E jo t'ja shti e ke regjistrin. E ndave tokën fshatarëve. Jo formulari 6, jo, kjo, jo, ajo. Vetë më i ndave. Meri, letra dhe bëj certifikata se çka. Bëj çfarë duhesh. Ndaje. Me qoftë se ti nuk bën regjistrin. Më kujtohet kur filloi në 2005-2006, kur ishim në pushtet, filloi aksioni për legalizimin e ndërtimeve të paligjshme. U mor dhe modeli i atij të famshëm nga Amerika Latine dhe për ta kapitalizuar në fundit një pronë që ekziston, se ngelesh jashtë drejt. Kjo është filozofia. Dhe u propozua që të bëj rilevimi dhe me fotografi majror, me satelite, me gjitha për të bërë regjistrim e pronës. Nuk pranua nga qeveria për interesa meskine, me qeveria Berisha, dhe nga ata që zbatonin reformën, që të bëj një dokument i vetëm bazë, një hartë e vetëm unike, ku të regjistrojë çdo lloj prone. Jo u bë fotografimi satelitor, ajror, u bë harta, po përdorej vetëm nga Agjencia e Legalizimeve. Po pse mos përdorej nga kadastri? Pse mos përdorej nga Ministria e Ndërtimit kur jep të leje ndërtimi? Pse mos jetë unike? Dhe kjo bisedë është bërë në 2006, sot jemi në 2026. U lodh një miku im këshilltar në atë kohë.
i zotit Berisha kryeministër, bëni sikur se kupton. Pse? Sepse do të marrin raportin klientelist me atë që quhet ish pronari i qytetit, me atë që quhet janë ndërtu pa leje, ta jap certifikatën mjet votën, ta legalizoj shtëpinë mjet votën, për 6 muaj, për 1 vit për këtë. Dhe nëse shteti mendon se e kon me lu të zbrazur votuesin e vet, ta haroj që ka një shans ta ndryshojë këtë vend. Dhe në këtë moment del ai që ka pushtetin edhe ai të koj më kollaj, të mbjen më kollaj. E mbush lugën dikuj, ka një kazan për fut lugën, të fut në punë, Po. të bën një nder, një qok. E ka kthyer gjithë elektoratin e kemi kthyer në klient të shtetit. Biznesmen të mëdhenj, të gjithë janë klient të shtetit. Pa shtetin ata vdesin mes. Absolutisht. Absolutisht, secili prej tyre. Secili prej tyre vdes pa tenderat e shtetit, pa futur duart në buxhet. Bardhi, janë partitë e reja. Partia Mundësia, Lëvizja Bashk, e Majt, Shqipëria Bëhet. Janë gjitha partitë të cilat në një farë mënyre ngacmuan diçka sepse morën diku te 100 sa mi vota, të treja bashkë. Mirë po, nuk më rezulton një gjuhë e re nga këto, të gjithë dalin e denoncojnë. Të denoncon më bukur Berisha se edhe Ulurin më bukur. Ka dhe më informacione se ata. Ka shumë të tepër informacion se ata. Po pra, ka informacion, është edhe më i besueshëm se ka qenë edhe në pushtet. Dhe shikoj që përveç kësaj ka një mungesë të lahtarshme e njohje të shtetit, të mënyrës se si vepron shteti. Dhe secili prej këtyre ka bërë kasollën e tija. Më e bukura ishte ajo Shqipëria Bëhet, që 2 ishin edhe u mbërthyen me njëri tjetrin, kush e ka, e ka unë e këti. Ndërkohë partia Mundësia vetëm denoncon herë me të drejtë, treqerek se s'ka lidhje me atë. Këta marksistët e rinj, okej, denoncojnë edhe këta, por nuk më duket se përveç se të kthehemi edhe një herë mbrapsht ka ndonjë ide tjetër. Si shpjegohet kjo shtërpësi? Mos vjen në Amerikë për shembull e zgjidhin me këtë, thonë breziri nuk është i interesuar. Po këtu s'është interesuar breziri. Ka një cen në ADN-n ton politike. Sepse ne kemi jetuar shumë gjatë me mitet. Ne i ndajmë kohët me emrat e atyre që na kanë sunduar. Koha e Zogut, koha e Enverit, tani do e quhet ndoshta e Saliut një farë kohë dhe Edit një farë kohë. Ne nuk e lidhim dot me institucionet të ndryshme dhe nuk kemi pasur kur një guxim për ta trajtuar me vërtetësi politikën dhe dinamikat e zhvillimit të shoqërisë tonë. Ne na kanë mësuar në historinë e partisë që na bënin atë në shkollë, që partinë e themeloi Enver Hoxha. Në fakt nuk ka qenë fare vërtet. Enver Hoxha mos ishte ftuar fare këto mbledhjet e themelimit të partisë, nëse nuk do ishte mysliman dhe grupi komunist i Korçës nuk ishte asnjë mysliman me vete. Dhe në Shqipëri do duhet të ishte një lider mysliman, s'mund të ishte ortodoks apo katolik. Pra është një rastësi e jashtëzakonshme. E njëjta gjë ka ndodhur me themelimin e Partisë Demokratike. Çdo 12, tani e bëjmë 11, kur e bënim 12 vjetor, festën e themelimit të partisë, ti dëgjon se si Berisha krijoi Partinë Demokratike. Ka një video që e vren pambari, nuk lodhen se dëgjuarin. Është bërë 2005, bile kam dorë dhe vetë ka ajo video. Do thënë, çfarë thuhet aty Berisha themeloi partinë? Jo, më Berisha ishte një nga. Ishin shumë njerëz, kishin autoritet, kishin profil. Natyrisht, a qenë mizor i Berisha? Po, ka qenë mizor. Më i vendosur, më këmbulsi, më sistematik, me formim më të mirë politik, se kishte 20 ca vjet antar i një partie, dinte se si menaxhoi organizata, si zgjidhej rrjeti katilari i një partie. Po. Vertikalja e tij historike është më e thellë se atyre që ishin për rrotull, se ata që ishin për rrotull ishin kryesisht të lindur në për zona urbane, nuk kishin bërë një kapërcim të madh në jetë. Ndërsa ai kishte një kapërcim shumë të madh, vinte nga një fshat i thellë, malor, ardhur nxënës si mjekësisë në të mesme, pra që 14 vjeç,
duke penetruar për sistem dhe duke arritur në majën e sistemit. Si profesionist, s'po e marrë në politike vetëm. Pra kishte një vertikale dhe njifte më mirë shoqërinë. Dhe këto ishin avantazhe që ai shfrytëzoi dhe doli në krye të këtyre punëve. Po i le ato konspiracione. Por nuk e themeloi ai. Madje është fshëllyer ditën e parë. Kam qenë vetë aty. Madje edhe kur u shpall Partia Demokratike që programin minimal e lexoi imami për shëndetin e parë bëri Hajdari, Berisha mbylli fjalimin si një intelektual që po përshëndeset partinë, duke thënë do mbetem mik i Partisë Demokratike. Pra partinë vetë ai dinte që ata minun të tjerë. Por sot miti është që Enveri bëri Partinë Komuniste, Berisha bëri Partinë Demokratike. Ky edukimi i keq, se zgjata pa. Çfarë bën? Çdo njeriu me delire brenda të fshehura i krijon përshtypjen e gabuar që po të isha unë do ta kisha bërë më mirë. Dhe thot do bëj dhe unë partinë time. Po jo, nuk bëhet partia se to ka dirë dhe bëj parti. Partia bëhet kur duan shumë njerëz bëhet një parti. Kur duan shumë njerëz të krijohet një ndryshim. Lideri do dali patjetër njëri, se s'do janë 100 lider, as 10, as 2, një lider. Por nuk është lideri që e krijon partinë, është partia që gjen lider. Dhe partia krijohet nga ideja e shumë njerëzve. Gabimi këtyre fundamental. Ta shkojnë dhe regjistrojnë një parti. Sepse mendojnë që këta janë burra më të mirë, më të ndershëm, më të zot, se sa Berisha, Rama, Meta apo kushdo qoftë. Shiko, të falenderoj për indulgjencën që tregon në trajtimin e shoqërisë shqiptare, po mendoj që e kanë kështu, kur e bëri filani, pse mos ta bëj dhe unë, pse mos ta bëj dhe unë partinë time. Nuk i bien ka gjatë, sa thua ti. Po mundem ta shpjegoj, po në thelb kjo është që thatë ju, secili thotë bëj dhe unë. Po. A ke parasysh të shprehën u bën e ti? Ajo u bën e ti. Çdo shqiptar e mendon të u bën e ti, kur u bën e ti. Pse mos bëjmë dhe unë? Edhe unë jam nxitur shumë në lëvizjen time politike. Unë prodhoj një dokument politik, manifestin politik për ngritjen e partisë demokratike. Madje ajo që më bën përshtypje është që ti ke shumë tepër ide politike, megjithatë ende nuk merr iniciativën të krijosh një parti politike. Sepse do bëja të njëjtin gabim për të cilin po i akuzoj këta njerëz, dhe nuk i akuzoj për dështimin e tyre në iniciativë, i akuzoj për një gjë shumë të rëndë, atë që u thatë në pyetje. Këta njerëz shkatrojnë edhe shpresën që ka elektorati se mund të lindi diçka e re, sepse ta përfitojnë dëshpërimin masiv që ka shoqëria nga politika e sotme, e përfitojnë si mbështetje, jo të gjithën, po një pjesë konsiderueshme, vajtën gati 200.000 vota që vajtën për partitë e reja, por këta e zhgënjejnë qytetarin, sepse këta janë kopjo e vockët, e shëmtuar, e paaft, e partisë të njëshit, po që për partinë e njëshit, të thynë në mes e Dirama se ka dhe pushtet. Të thynë në mes Sali Berisha dhe pse nuk ka shumë pushtet. Të thynë në mes dhe Ilir Meta nga qelia ku është, edhe Basha që nuk e dim se ku është dhe i të thynë në mes, pastaj vjen rradha këtyre Roça Koçave, që nuk kanë kuptuar, që nuk janë këta që bëjnë politikën. Këta duhet kalorojnë një politikë që lind nga nevoja e qytetarit, që lind nga mendimi i shumë njerëzve, nga përpunimi i mendimit politik. Ta nuk e kuptojnë këtë. Delir, po, sa duhet. Është interesante kjo që thua ti, sepse ajo që të bën përshtypje është që edhe nëse në mes atyre ju bashkangjitet një person i cili thot diçka, sepse edhe Partia Demokratike, po ta shikosh në fillimet e saj, 80% kishte intelektual që nuk merrnin vesh se si organizohet një parti, prandaj u mori edhe Saliu. Por ama ishin dikushin në jetë. Dhe ti e dije që kur të vinte kjo parti, do vijej ministër një që si thoshte këmbësdor, do vijej drejtor një që merrte vesh, drejtor në ministri. Pra, kishte një staf yjesh dhe unë besoj që këta janë dhe të palexuar, sepse dhe kur vjen me revolucion, po ka revolucionin e Tetorit, ose revolucionin e Hoxhës, ose revolucionin e Titot, ke një staf yjesh që bëjnë për vete pjesë të caktuara të shoqërisë. Më vonë i eliminojnë, dihet ajo, po unë sepse është mania e diktatorëve. Por ama ti nuk mund të vish edhe në një revolucion, nuk mund të vish në pushtet i vetëm. Duhet të kesh një enturazh, një blok që të krijosh besim. Këta nuk, as kaq nuk e kanë mësuar, Bart, dhe ka një mungesë
munges shpresë e frikshme, del për shembull, shikoj Salianin, e vetëm një gjë që thot, nuk ecet kështu, nuk bëhet kështu, nuk mundet kështu e Dirama, ankohet sepse nuk i hapi në rrugën që të marri ky PD-n, po që më intereson mua se kush e merr PD-n, xhanëm? Që intereson elektoratit a e merr Saliani apo e mban prap Saliu? Se mua më intereson në qoftë se e merr ti, çfarë do bësh? Prandaj po them që është situata është problemi kulturor i joni. Është problemi madh kulturor i joni, se edhe kjo që ju përmendët, i bët nder duke i përmendë emrat e partive. Dhe sinqerisht kur ju po thotë që emrat, po mundohesha të kujtoja kush është kryetari. Sepse ne më kollaj e kemi të themi partia e këtij apo e atij, lëvizja e këtij apo e asaj, sesa të themi një emër që përbashkon politikisht një grup njerëzish. Sepse individi mendon që është i destinuar të drejtojë politikën, ta ndryshojë politikën etj etj. Por çfarë kanë thënë politikisht ata njerëz? Çfarë idesh politike kanë? Çfarë mendojnë këta për organizimin e shtetit shqiptar? Çfarë mendojnë këta për strukturimin e ekonomisë shqiptare? Çfarë mendojnë këta për problematikat që ka shoqëria jonë? Nuk mendojnë. Nuk thonë asgjë. Ajo që më bën, kanë hyrë në politikë gabim. Po. Ajo që më bën përshtypje bardh është për shembull po kap një term, narkoshteti, që Berisha me intuit mendoj që duke kapur këtë temë, meqense amerikanët e kanë problem, do ta fusin edhe Ramën në objektivat e tyre për ta goditur. Okej, vazhdoj narkoshteti, se çfarë do t'interesoj votuesit shqiptar, që një shqiptar e merr nga Ekuadori kokainën dhe e çon në Gjermani, të hecë merr vesh, domethënë. Po nejse, mendja e tij që të bëj asocime. Por jemi në momentin që edhe kur kjo bie poshtë, sepse Trumpi ty të bie vajzën e tij këtu, dhe nuk është se Trumpi nuk ka informacion, ti vazhdon me të njëjtin retorik. Dhe ti ndash ta hedhi poshtë Rama, ndash mos ta hedhi poshtë, ta ka hedhur poshtë me fakte. Retorika e vazhdueshme e e bërjes pis të kundërshtarit është prap pjesë e kësaj kulturës tonë të vjetruar, të varfër, të mjeruar politike. Të njëjtën gjë bën Rama. I sulet opozitës dhe godet e përqesh. Kjo është kultura e komunizmit. Besoj të kujtohet që arriti dhe Enver Hoxha vet të shkruante në një nga ato librat e vet që po e teprojmë duke i përqeshur ballistët. Arriti dhe ai sepse filmi i Kinostudios ta nxirrte ballistin duke ngrënë pulat. Duke ikur me vrap nga ca kalamaj, nga i qen kone i kalamajve. Jo, më për ballistët ishin shqiptarë, të gjithë shqiptarët e tjerë, ata ishin partizanë, ishin shqiptarë, dhe këta ishin shqiptarë. Pse këta që janë më trima dhe këta më frikaca? Por është kundërshtari. Dhe kundërshtari duhet të jetë shëmtuar, duhet të jetë me vese, mundësisht të ketë çdo lloj perversiteti fizik, psikologjik, moral e tjera. Sepse kështu mundet më lehtë në debatin publik. Dhe prandaj ne vazhdojmë akoma dhe sot. Më do të shpesh në intervista dhe lodhem, ta them të vërtetën nga kjo pyetje. Kush do ta bëj? Kush do ta marrë PD-n? Jo kush. Çfarë duhet bëj PD-ja? Jo kush do të drejtojë opozitën, çfarë duhet bëj opozita? Jo kush do ta ndryshojë Shqipërinë, çfarë do të ndryshojmë në Shqipëri? Shqiptarët akoma thon kush. Dhe kur themi kushi, pastaj fillon një gjë yçla. Është i gjatë, është i shkurtër, është shëmtuar, është nga veriu, është nga jugu, është musliman, është ortodoks, ka qenë komunist, ka qenë spiun, ka shitur këtë, ka bler atë. Se merrim me kush? Megjithatë bardh, shiko, me thënë të drejtën, nuk mendoj që shqiptarët e kanë kaq problem se kush. Sepse, ti shiko, jemi një popull me shumicë muslimane, po 2 herë udhëheqësit i kemi pasur ortodoksë, Fatostanon dhe Edi Ramën. Jemi një popullsi ateiste, po kemi vënë një sali në krye nga veriu, nga një zonë shumë e vogël nga ana demografike. Pra, po ndoshta duke mos pasur ide, harrim te minimalja. Kush?
Ky është problemi, sepse e nisëm nga pyetja që ne përqeshim kundërshtarin. Dhe që ta përqeshim të thua kush. Kur thua kush e ke kollaj. Kush mo ky? Ky ka këtë, ka atë. Dhe gjithmonë politika me ne bëhet si ta bësh pis kundërshtarin. Pra, kthehemi ke pyetja narkoshteti, okay. Të gjithë dimë që kjo qeveri ka pas lidhje të dukshme, ka toleruar një shashizimin e Shqipërisë në mandatin e parë. Me mirëkuptim, pa mirëkuptim, me korrupsion, pa korrupsion, përgjegjësia i takon qeverisë, edhe sikur thotë mos kanë prekur gjë me dorë. Shqipëria u mbyt me ashash në vitin 15-16. Kam pas rastin e eksperiencës së zgjedhjeve të parakohshme në Dibër. E pash vetërisht. Dhe kjo vazhdoi. Ky është një bashkëtim dhe bashkëpunim me krimin. Por a të mjafton kjo? Në qoftë se ti thua narkoshteti, po kthehet me një akuzë të ngjashme. Se merret vetëm me bërjen tis të kundërshtarit, nuk mjafton të jetë i keq kundërshtari. Duhet jesh i mirë ti që të votosh. Po dhe ai e ka gjuhën brisk, nuk je vetëm ti që e ke gjuhën brisk dhe gjen epitete për çdo njeri. Edhe ai me talent ka pas ka qellu nga kjo punë. E kuptojmë që dy njerëzit që drejtojnë vendin sot, talentin më të madh kanë retorikën për të ngjitur epitete njëri tjetrit. E vërtet. Ke shumë të drejtë. Pra kjo është e fuqisë e politikës. Është shumë e drejtë kjo. E kanë talent që të dy për t'i gjetur paranome kur thon Korçalët. Po. Pezaku, ky ai, jo ajo, e njëjta gjë nga ky tjetri. Po më për çfarë është kjo politika? Kush ka aftësinë të jetë bullist? Të jetë përqeshës për kundërshtarin? Ka që vlefshme që nga kjo në Shqipëri? Kjo tregon që kemi kulturën komuniste, që turku duhet ishte bark madh, ndërkohë që të fyten mes me Atagan, ballisi duhet ishte i deur që trembesh edhe nga konja, ndërkohë që të merrte gjak në vetull, vëlla. Pra kjo është demokrati duhet të jetë qelbësir kur fleti socialist dhe socialisti duhet të jetë super qelbësir kur fleti demokrat. Po jo mëse në klasë kemi qenë. Ka pas shumat mirë të këqinga dy palët. Përderisa unë kërkoj vota dhe atyre në burg, që janë të dënuar me një gjë konkrete, pra fajtor konkret për një krim, që është kjo muhabetën? Kupton se sa keq ka shku logjika jonë se si ndërtohen raportet e politikës. Prandaj nuk kam më ngjarje, ka shtëruar politika e tranzicionit. Jemi si në 89-ën. Shiko, si duhet vepruar një opozit në kushtet kur shteti, partia në pushtet ka problemet mëdhaja, nuk e di se sa të qëndrueshme janë, por që ka problemet mëdhaja me korrupsionin, ka probleme me korrupsionin. Është zëvendës kryeministria e dytë që po i kërkojnë kokën me akuza për korrupsion. Dhe mos harrojmë që është një betejë e cila kam frikë se do ngjaj me atë që u bë me Sajmir Tahirin, domethënë u zgjat. Çfarë duhet bënte opozita? Po të pyes ty. E para fare, opozita duhet të ndërtoj profilin e saj si përfaqësuese e atyre gjërave që interesojnë shqiptarëve, jo politikanëve të opozitës. Për ta thjeshtuar. Shqiptarët janë të lodhur nga pandëshkueshmëria e të fortëve të politikës. Dhe prandaj mbështesin masivisht reformën drejtësi. Opozita nuk e mbështet reformën drejtësi, nuk i mbështet institucionet e drejtësisë, sepse ka hallin e atyre që akuzohen nga opozita. Dhe vjet në konflikt me 70% të shqiptarëve. Pushteti po bën korrupsion të paimagjinueshëm, por ka gjetur një zgjidhje pak më të mençur. Thot, unë e solla reformën drejtësi, unë e dorëzoj njerëzit e drejtësisë. Dhe me shqiptarët është një gjysmë aleancë. Në qoftë se ne jemi komplet në të kundërt të interesit dhe nevojës shqiptarëve për të ndëshkuar keqbërësit e mëdhenj, qeveria me narrativën, me rrëfimin e vet, me si e tollovit muhabetin, bën sigurisht në shqiptarë. Dikush e gëlltit, dikush nuk e gëlltit. Dakor? Një. E dyta, shqiptarët duan një integrim sa më shpejt në Europë. Dhe kjo nuk ndihmohet nga Molotovi. Nuk ndihmohet
nga nota verbale ndaj Martakos. Përkundrazi, i tregon europianëve që kemi përballë një popull me ca probleme, që një zotë dia ja vlen ti kushim apo është në Bashkimin Evropian. Nuk ndihmohet me retorikën agresive ndaj njëri tjetrit, me djegjen e parlamentit, nuk ndihmohet integrimin e BE. Edhe këtë shqiptari në subkonsciencë e kupton që ky sherr politik na mban jashtë Europës. Tani ti për agjendë politike imediate të ditës, se mund të ndodhi, në ta djegësh një parlamentin, ta bësh ty me flak biles. Po jo për ditë mor burr. Jo e vetmja gjë që ti bën është kjo. Se tu shqiptari do të prit, je në konflikt me interesin tim. Shqiptari pse do të hyjë në Europë? Se beson ke Edi Rama? Po të beson te Edi Rama dhe se Ali Berisha nuk hynte fare në Europë. 2 herë ka bërë referendum Zvicra, nuk hyn. Norvegjia po ashtu. Se ja mirë atë. Ne duam ty në Europë se si më mirë, mos e nuk besojmë as njërin as tjetrën palë. E vërtetës. Ne duam ty në Europë se duam garancit për një shtet të drejtë europian, jo një shtet të drejtë shqiptar, se e di se bëjmë dot. Dhe ti që e pengon më shumë se ai tjetri, që bën zullume dhe i fshet, dhe bën lustrën, ti fatkeqësisht merr, edhe pse ke të drejtë nga akuza, po mënyra se si interpreton të vend kundërshtimin shqiptar. Ikën 2 gjëra, të tjera. Çfarë garancie jep ti shqiptarëve që do flasësh gjërat që ju interesojnë atyre? Kur ti nuk i thua kur këto gjëra sot. Sepse shqiptari nuk e gjykon, dhe çdo njeri në botë nuk e gjykon qeverinë sa e korruptuar është. Patjetër që është një nga kriteret, po nuk është i vetmi dhe nuk është i mjaftueshëm, sepse një qeveri gjykohet nga eficiencë në part, nga mënyra se si sillet dhe klima që krijon në radhë 2, aty është korrupsioni është pjesë e saj. Ti kapesh vetëm me njërin gjë, dhe s'merresh fare me gjërat e tjera. Ti ke qenë vetë në qeveri, je vetë ish kryeministër, ish ministër, ish drejtor, ish deputet, që do të bëhesh dhe një herë. Po kjo është nevoja jote, kjo nuk është nevoja e shqiptarëve, ti nuk jeni një linjë me shqiptarët. Ti në këtë rast jeni një linjë me agjendën tënde personale apo të grupit. Dhe ajo që duan shqiptarët të dinë është, a do kemi një shtet të drejtë, apo do jetë prapë një shtet klientelisëm. Ti vazhdon të kesh klientelën tënde. I ke goditur të gjitha rastet e ndërtimeve në zonat të mbrojtura. Por nuk flet për Zvërnecën, se është Trumpi dhe ke frikë se e prish me Trumpin. Domethënë, besueshmëria bie në zero kur ti përballë njerëzve që të shohin për ditë, ke inkonsistencë, je kontradiktor, çfarë thua sot nuk e thua nesër. Dhe kjo sa më gjatë të rish në skenë, aq më të shumë dhe në rastet e mungesës koherencës, e kontradiktave që ke thënë. Njërë është buri mirë, njërë është buri keq. Baroni drogës, jo po burr shteti. Nuk mund t'i thuash të dyja gjërat për një të njëri dhe mi ke të drejtë ta thuash ti të paktën. Pra ti në sytë e shqiptarëve nuk ke besueshmëri. Dhe kjo e rënon shansin e rotacionit. Përgjegjësiria e opozitës do duhet ishte, në qoftë se nuk ja dolën dot, pse e mbajnë peng mundësinë e re, kushdo qoftë ajo. Thjesht që të gëzohemi të marrim rrogën e deputetit, të dalim në mëngjes nga shtëpia dhe të fryhemi në përshkallët e pallatit apo në kafene si zoti deputet apo zonja deputetet. Të mërosh sa duash kush ka sevdam nga gjirokrastrën. Bardhi ti je një njohës i mirë e Partisë Demokratike dhe i elektoratit të saj. Unë nga jashtë gjykoj që Berisha i mori 500.000 vota sepse një pjesë janë ata fanatikët e tij, krahinorët, ata që ju ka bërë ndere, tjera. Po janë edhe një pjesë që votojnë. Shiko, na ka zënë e keqja, ky e ka, po edhe Rama nuk durohet, do votojnë PD. Kam frikë se në të ardhmen do bjerë akoma më shumë, sepse kjo pjesa e dytë që thash unë, do shkënjet akoma më tepër, do mendoj po s'ja vlen as të dalësh nga shtëpia kjo punë. Mund të ndodhë kështu apo është një gjykim jashtë gardit? Jo, është në thelb kjo po ndodh. Kjo që nga 2021 që ishte rezultati i fundit i konsiderueshëm i elektoratit të Partisë Demokratike, se s'mund ta quhet djathtë do e mos. Që nga një moment ne kemi një rënje graduale, konflikti i brendshëm,
bërja pise vetes dhe bashkëpunëtorëve, akuzat e ndërsjellta, pastaj, si më thënë, pështy një herë dhe lëpi nesër. Këto gjëra nuk i harrojnë njerëz. Ki mund t'i ka përcesh, se ke interesa, do të bëhesh deputet prapë. Dhe vulën e ka Berisha, kështu që i thua Berisha se më fal, e të prova po më fal. Po populli nuk ta ka për borxh. Se kur do të të besoj populli, kur e quan Berishën babi i Xenit, apo kur e quan pushteti? Se i njëjti njëri, dhe e brenda një viti. S'ka kaluar në një dramë e madhe për të kuptuar në një dallim. Kur do ta besojnë njerëzit Berishën, apo Flamurinokën në rastin konkret, që e ka quajtur, jo Berisha, përgjegjës për vrasjen e Elbasan. Atë i sot e ka nën kryetar dhe kryetar grupi. Apo sot që e ve nën kryetar grupit dhe nën kryetar partive? Kur është i vërtet Berisha? To kontradikta, të thjesht rrëzojnë besimin, mo ti mund t'i bësh. Dhe ti mund t'ja hedhish për pak kohë. Dhe ata që janë pas te thonë më varje, s'ka gjë se ta vazhdojnë ndeshjen se mbas e fitojmë. Sa ta duhet fitojmë, ata kanë mbajtur aty si klient. Struktura e partisë është strukturë klienteliste. Debati kryesor që unë vija re, në të gjitha analizat tona ishte, se unë s'kam marrë asgjë nga PD-ja. Po pse në PD-ja që do t'japi ty, apo PS-ja kush do qoftë? Ky është mentalitet të hyrë në bandën filan se nga kjo bandë marrë më shumë plaç. Jo, kjo nuk është politikë. Kjo është banda e vogël me bandën e madhe. Banda më agresive me bandën më pak agresive. Në qoftë se ti je në parti se do të bëhesh në punës, drejtor, ku diun çfarë. Ti s'ke lidhje me politikën. Ti s'ke lidhje me shoqërinë në fundit, se me politikën pas të bëj politikë. Për kompromis fjalë. Nuk shoqëria shqiptare, çfarë ka shoqëria shqiptare, bësh as bësh drejtor ti. Kap apo s'ka kap dhëmbi në një gjë në ato tryezën e abuzimit të pushtetit. Prandaj janë të shkëputur, janë dy rrota që nuk janë të lidhura me aks. Shoqëria xhiron me interesa të tjera dhe politika me interesa të tjera. Por ai që është në pushtet ka veglat, ka gjetur dhe një rrëfim më të pranueshëm për veshjen e njerëzve. Mbulon, lustron zullumet. Ti nuk e gjetur dot minimumin e komunikimit me qytetarët. Dhe normal që do zvoglohet. Ideja që unë kam zënë vendin këtu, dhe këta s'kan nga të kalojnë njerëzit që duan të rrëzojnë pushtetin, do vinë ke unë se s'bën. Është e para perverse, po është e pa suksesshme në mënyrë absolute. Nuk mund të funksionojë. Më kujton atë batutën e famshme e përdor shpesh një miku jon i përbashkët të librit të Zhvekut për kthyer mjeshtrishin e para. Ai nuk luante që atje dhe qëllonte batare. Pra isë më bënde luftë e jeri nësë në kohën. E vërtet. Është një problem dhe kam idenë që edhe ata socialistë që janë me Ramën nuk e duan një opozit kaq të dobët. Nuk e duan një opozit kaq të dobët sepse ul performancën e partisë të tyre dhe rrit arogancën e Ramës në Partinë Socialiste. Po ta shikosh për shembull, Rama nuk e ndjen më nevojën se e akuzojnë shpesh ose si demokrata, autokrate njëri tjetrin. Kushdo të ishte në pozitën e Ramës që nuk ka një opozitë ta kërcënoj, nuk kanë që duhen elementët të cilët japin valencë partisë. Ty të duhen elementë që japin valencë partisë. Nanoja bënte zgjedhje mbas edhe Nanoja donte të qeveriste si Rama. Po kishte një opozitë që e konkuronte rrot më rrot dhe i duhej që të zgjidhte ata elementë që i binin vota, që kishin ndikim, që kishin ide, që kishin elektorat. Ndërsa në këto kushte ku ti po shkon drejt kurrjes si me jenë lëkurë e Shagrinit, ty Rama të jetë demokrati më i madh Abraham Lincolni të jetë dhe thotë, ore dale po e bëj këtë plastelin si dua vetë, pse ky vetëm po mblidhet. Copat të tij bile po vinë këtu te unë. Se po shkojnë, ti po i shikon, po i kërcënon Berisha, ju thot, shiko se këta buk shkallë, pse më do vdesin me ty ata, do vinë të varri jotë, s'do vinë njëri, nuk do njëri të vinë të varri jotë, ose largohen, iki në punë të tyre, ose i bashkojnë pushtetit. Kështu që, unë prandaj edhe ta bëra pyetjen, do më thënë, çfarë do bëje ti, çfarë do kërkohet ti, dhe mendoj që kjo është, dhe do jetë një rrugë e gjatë, kam frikë se do jetë një rrugë e gjatë. Je në fillim të një 4 vjeçarit të Ramës dhe ndoshta ke kohë. 3-4 vjetë ta rikuperosh. Po s'është kjo mendja e Berishës, me sa shohun. Për sa kohë opozita vetë
nuk arrin të krijojë me shtrëngujt e vet projektin e ndryshimit e besimit, që t'i ngjall besimin. Pra, sa kohë opozita nuk bën zgjedhje brenda vetes, nuk mund t'i japi dot garanci shqiptarëve që ajo do bëj zgjedhje më të mira se kjo që bën Rama. Sa kohë opozita nuk vlerëson meritokracinë, pra njeriu me vlerë, me kontribut, me ide, me përfaqësim, nuk i jep dot garanci shqiptarëve që po t'jenë ata në pushtet, do t'i japin meritën gjithkujt. Kur ti hyn në hak të tuve, si do t'i japish hakun qytetarit? Po qytetari nuk i ka sytë mbyllur, vetë që ata shikon. Kur ti nuk bën dot një sjellje institucionale, nuk qëndron dot në raport me institucionin, do marrë këtu institucionet të drejtësisë, zbatimin e ligjit. Si mendon ti se do të besojnë shqiptarët si po erdhi ti në pushtet, ti do respektosh ligjin. Ti do forcosh institucionin. Kur të shohin që ti, nga që i mërzitur në opozitë, gjuhën me Molotov, po pse mendojnë shqiptarët që po erdhi ti në pushtet, nuk do gjuhën me Molotov ai tjetri? Jo vetëm kjo, po si mund të më vish ti si alternativë në momentin që ti godet shtetin? Ti thua unë do bëj një shtet më të mirë dhe ti godet shtetin me Molotov? Pra, eksakt të duhet thosha, ta shpjegoj edhe më mirë ndoshta për ata që na ndjekin. Nuk është thjesht Molotovi, goditja, se kjo është ngjarje fizike, është spektakli. Ajo që është më e rëndësishme është pse mendon opozita që ka ca vegla që mund t'i përdori vetëm ky. Nuk mendon që mund t'i përdori dhe tjetrin nes? Dhe çfarë i ushqen kjo politikës? Kujtojmë atë këngën me tekst deri diku edhe pak të rëndomt, ato maja ripa ripa, erma hype erta ipa. Nuk është shumë politike. Kjo është luftë pushteti, po jo luftë politike. Kjo është bjeri buri burit, po jo zgjidhje për shqiptarët. Kjo është kush sundon, jo kush do qeverisë. Këto janë problemet pse nuk funksionon dhe kështu duhet bërë e kundërta duhet bërë. Duke thënë çfarë nuk funksionon, po them se si do ta bëja për isha unë. Po, duke qenë krejt i ndryshëm nga Edi Rama. Jo duke qenë një çik si Edi Rama, sado pak një çik. Nuk ka nevojë për molotov dhe për zhurmë për dinamit. Ka nevojë për fjalë, buri, ndershmërie të provuar në kohë. Unë paktën në jetën time politike nuk kam një skelet në sketar, nuk kam një gjë të fshehtë. Fjalët që kam thënë edhe 20 e kusur vjet më përpara, le t'i kthehet kushdo të gjej çfarë kam thënë publikisht në përshkrime apo intervista, nuk i refuzoj sot. Po të njëjtat gjëra them. Nuk i kam thënë kur deri daj dhe pastaj ta bëj tajën dhe. Ky pra është ndryshim. Dhe nuk është vetëm Kadilli. Ka shumë si unë. Ka shumë më shumë që nuk i njohim as ne. Se ka kapacitete njerëzore këtu. Ka një brez të ri individësh që mund të bëjnë politikanë të shkëlqyer, që janë rritur jo te dera e partisë, një demokratike apo socialiste, po që janë rritur në profesion, kanë krijuar autoritet, sukses. Sa duash. Po jo, ata nuk pranojnë kjo bori. I asnjërs parti. Qoftë edhe këtyre të voskëve. Se po dishosh janë tekët. Kur janë dy zien. Bardhi, më duket se ja vlen dhe si mbyllje kjo fjala e lafsh shqiptare që ti e përmende, se më duket se jemi më keq se sa ajo që theti kanë kulturë materialiste, po kanë kulturën tamam të vlugut. Në ato maja rypa, herma hype, erta hypa. Kështu e shikojnë pushtetin edhe këta. Bardh, të falenderoj që ishe sot me mua. Faleminderit ju për ftesën dhe bisedën e këndshme. Si gjithmonë kënaqësi. Faleminderit edhe juve që na ndoqët. Natën e mirë.